Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit. Do të ndalojmë tek një lajm që ditën e sotme na ka shokuar të gjithëve. Do të flasim për Efi Dhedes, vajza e cila nëpër intervistat e saj ka bërë revolucion, vajza që ka folur hapur, vajza që ka treguar gjithçka si duket nuk është në gjendje të mirë shëndetësore. Efi në Instagramin e saj ka publikuar një fotografi që ka bërë xhiron e rrjetit duke shkruar mirëmëngjes të gjithëve dhe e veshur për të hyrë në sallën e operimit. Bukuroshja dhe një nga emrat më të komentuara të showbizit shqiptar, Efi Dhedes, ka ngritur shqetësim tek ndjekësit e saj pas një postimi të papritur nga spintari. Influencuesja dhe ish konkurrentja Big Brother VIP Albania u shfaqe shtrirë në një krevat spitalor e veshur me këmishën shëndetësore dhe duke treguar se po i nënshtrohej një trajtimi të mjekësor. Në fotografinë e publikuar në Instastory, Efi nuk dha shumë detaje, por mjaftoi vetëm një mbishkrim i shkurtër për të alarmuar fansat. Mirëmëngjesi, edhe kështu, do me thënë në mbishkrimin e fotografisë që ju e shikoni në fakt që Efi ka nxjerrur, Efi kishte shkruar mirëmëngjes edhe kështu. Postimi i saj erdhi vetëm një ditë pasi ajo kishte ndarë me ndjekësit disa pamje nga një qendër estetike, ku po i nënshtroi trajtimeve të lëkurës, kryesisht për fytyrën. Në ato imazhe ajo dukej në formë të shkëlqyer, duke buzëqeshur dhe treguar rutinën e saj të bukurisë. Por sot situata duket se ka marrë një kthes të papritur. Burime pranë rrethit të saj nuk kanë dhënë ende asnjë lloj informacioni mbi arsyet e qëndrimit të saj në spital, ndërsa vetë Efi nuk ka bërë ndonjë reagim tjetër pas atij postimi të shkurtër. Fansat ndërkohë kanë mbushur rrjetet sociale me komente dhe urime për shërim të shpejtë, duke shprehur shqetësim dhe kureshtje për gjendjen e saj shëndetësore. Efi është një ndër nga figurat më të dashura për publikun shqiptar, e njohur për energjinë pozitive, sharmin dhe sinqeritetin e saj. Pas daljes nga Big Brother VIP, ajo ka ndërtuar një karrierë të suksesshme në rrjetet sociale, duke bashkëpunuar me marka të njohura dhe duke ruajtur një raport të afërt me publikun. Megjithatë, ky postim i fundit ka sjellë një valë reagimesh, duke ngritur pyetjen nëse bëhet fjalë për një ndërhyrje estetike të dështuar apo për ndonjë problem shëndetësor të papritur. Deri në momentin e publikimit të këtij artikulli, Efi nuk ka dhënë asnjë deklaratë zyrtare, por ndjekësit e saj shpresojnë që gjithçka do të jetë vetëm një situatë kalimtare dhe që ajo të rikthehet më e shpejt në buzëqeshjen e saj karakteristike. Në pritje të shumë detajeve, fansat dhe miqtë virtual i urojnë shërim të shpejtë dhe rikthim sa më të shëndetshëm në rrjetet sociale Efi Dhedes.